të dënohesh. Je të siguruar halal, vazhdo se në adhurim je për Zotin. Sa frymëmarrje, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për çdo pikë djersë thot që i kullon atij punëtorit që i bin tokë, për çdo pikë djersë i fshihen gjinohat. Kjo ofertë, edhe duke punu, thashim çudit në disa raste kom pa aty me ato, që i japin ato aty. Nërsa ti nuk caktohesh për ofertë e namazit sabahut. A di sa e ka atë, vlerë. Vëllahi mu më ledh bota me u falë për ty, nuk mund të arrijnë atë vlerë e namazit sabahut, kretë bota, unë jam po u falë për filonin sot. Ja, se sa arrit ti vetë me 2 rekat namaz, edhe sunet, lej farzit më janë me 7 dyrë gjeneti, 8 dyrë gjeneti, po vetëm 2 sunet të sabahut, ti falët të në gjami, edhe këto thot janë matë mirë se bota, qka kje botë, që kush e llogarit botën? Vetëm i madhi Zot. Kjo ofertë. Edhe interesante, falum mjesë aty për 5 minuta, me vrap në punë. Asi pënges. Edhe kjo është ajo oferta tjetër e agjërimi mas Ramazanit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa po të hyjë hona e re, thot, rrej pa deshe, po shoje 2-3 ditë, qetësohu, edhe vazhdo prap një 6 ditë Ramazan, 6 ditë agjërim, të muajin Sheval. Thot 30 ditë i agjërove Ramazan, e 6 ditë në Sheval, 36, herë 10, 360 ditë, konsiderohet agjërim, sepse një ditë është me 10 ditë. Kjo ofertë, edhe në punë, edhe duke agjëru, edhe duke marrë gjithë vitin agjërim. Po atë imagjino, të dalësh ti me 360 ditë Ramazan, agjërim, para Zotit Xhelel Xhelaluhu, këtë shumë zonje me 70, 360 herë 70 vjet. Pse 70 vjet është një ditë agjërim larg xhehenemi. S'ke për ta pa mëse e pare. Ase herë në keqe, 500 vjet e ka herë në keqe xhehenemi, në më kur hapet aty ato që do të gjëjmë, mëse paqim kismet inshallah, 500 vjet larg i gjohet herë e keqe. Qelpsejnë e keqe xhehenemi. S'ke për të ngjohë fare, vallahi. Nëse ti i plotson edhe këto 6 ditë të tjera. Edhe qartë kushtoj asisen. Vetë me këtë vakë Ramazan ka qenë. Dhe më duhurën e 5 e në 5 ditë tjera, që të vejnë ditë e paramit e vjeshmja. 10 ditë dhe më thënë që ishte ma përpara, normal agjerushëm këtë qenë e vetë. Ke mundësi me agjeru, sa të dush. Ke mundësi. Koha është shumë e favorshme, po ofertë e madhe. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 360 ditë, edhe i vit gjunahë. Shihen. Ku ka këqësoj ofertë? Se moment atje për i firu i ferë për shemë dhe këtu si do me të ishë biles. Ma fresk, ma pasër trupi, stomaku, krejt normale. Pra shifeni. Pra jo më shkatru për i herë. Po me vazhdu. Po si me vazhdu? Si që të vazhdu ditë në gjumas. Vazhdojnë e namazet ditore, se këto do të duhen. Një hoxhi here ka kritiku njëne prej gjematit. Pa manër burë, thotë, si namaz. As kini gjë tjetër ma për të thonë, thotë, vetëm namaz. Vallaj, vlezër, sa të dush ka për të thonë. Po që jave vullit gjithëve, jave në namazin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, es-salatu imaduddin. Namazi është shtylla kryesore e këtij dini. Nëse ti vazhdo me namazin, krejt i ke shkatruar. Këqija. Ke shkatruar atë që është miku kryesor shejtani. Ai vallai është në pret. A di si pret apo? Se çau punoi vjet i shkoi dom. Se i fali Zoti, i mëshiroi. Të shtej është në pret. Qatë mundet me kap? Prej njerëzve, prej besimtarve. Se ata që janë veç me ditë në Bajramit, ata i ka të vetë.
keq në vjeqe e them për Zotin, se Allah e di, se në bashkëshohim, nëse do të më pyeste njëri për ju shmu, çfarë siguri e ke ti hosh për veten tënde për xhenetin? Ju betohem në Allahun, nuk dish të thëmë as i fjalë. Sa të dush kam punu, punë të mira, rreth 40 e sa vjet. Ke 15 vjeç i pa e filloj, edhe që t'ju them unë juve, vallahi s'mund t'ju them asgjë gjë. Vesh di gjë. Shpresoj tek mëshira e Zotit për xhenet dhe kam shumë frejk tek dënimi i Zotit për xhenem. Po që t'ju lona i sen t'ju them që shiko unë e fitova, lexoni këtu, jo vallahi. Jo vallahi. E 5 ditë që agjeroj sot, më kanë ngellë në 4 ditë Ramazanit se që jesh pa aqirë, edhe ata më shpresë Zotit do t'i agjeroj, janë detyrime, nuk janë këto të përkohshme, kështu që keni kujdes. Mos u zhytin ato definimet haram, se do të dëmtoni këta që keni punu vetë. Këta që ke ndërtu vetë, do të dëmtosh. Edhe ka shumë mundësi, më thonë që po kur të vëj funi vitit, me ngel pasi gjo. Pasi punë të mirë. Kretin, shkrenjë, shkatruat. E mora, thotë shejtani ma vu. E bona për vete. Kështu ruhuni sa ma shumë, kini frikë Zotin për çdo gjë. Mos i leni kohët e namazit. Veprat e mirë. Vazhdoni imagjerime. Hona, tejte, kanë vlerat mëdhoja. Për shembull, një honë dhe një ejte, çdo ditë, hona dhe tejte, veprat tona shkojnë nalt në qiell. Ato që kemi punu. Të shi imaginoni, të fluturojnë veprat tona, të i morin me lajket, ja qojnë Allahu xhele xhelaluhu, edhe i thonë, o, Zot, filonin e kena lanë agjerushëm, Zot. Avantazhi ma. Edhe sa shumë, dhe më thonë, 2 ditë një, e tjera agjerime ka sa të dush, ofertat më doja që i jepi madhe Allah, xhele xhelaluhu. Por një kohës ishte edhe për veprat tjera, bamirësi që ke ba, masë më, njerëzit kanë nevojë edhe mas Ramazanit. Shko sa të munësh, ilaçe, ushqime, çat ke nevojë. Vazhdo. Se një derë xheneti do rrej qelet e vetëm për bamirësat. Edhe ata do hynë partë atje. Bile ka konkurencë atje mes atyre që i mëson se ç'është bamirësia, edhe këtyre që e bën bamirësi. Të dy palët konkurrojnë atje, por ai bamirësi ka i status veçantë. Ke Allahu xhele xhelalu. Pra mos e mëll me muajin e Ramazanit. Pra vazhdo. Sa të munësh, ku të munësh, dhe e rregull vetes tate. Sikur e ke rregull për ta fal namazin, çdo ditë ti gjendesh njërin. Çdo ditë ti gjendesh njërin, i hallëxhiu atje. Por mos ju gjen haram, se më kanë treguar izo se kishte i lokal njëri, kështu që shërbente me kafe, çaj, kështu për shërbente në alkool. Me kështu nuk ba, nuk fitojmë gjë. Edhe mos të zgjasim, një hallëxhi vend ato që s'kishte lek, pinte dhe duhanin, edhe çdo ditë i jepte kafen e një gotë ragi. Pasha Zotin, të merrem vjetë, më thonë, po shifeni çfarë ndodh. Edhe, ja 4-5 vjetë rresht, e kishte kafen e gotë në ragisës, të bo mirë, bro, ati hallëxhiu. Mi thonë bukë se doj, e kom provu bukën, kom qenë ushtarë. I thoshim ati shoqet, e kishim shoqin tem. Ta bi i panine me djathë, e dini? Së ushtarë ishim, kishim nevojë për të hangër. Moshere 20 vjeç, 19 vjeç. Dhe më thonë, e blundë stomaku kot, jo ma që të lëvizshim, kishim ato më shmejnë rreth 28 kile, 52 kile pesh, më shmejnë. Do heqen dhe me vrap. Po moshere i kalot gjithë. Jo, mbjerja dhe cigare, zdo. Pra shifet qërna. So ba mirësi kjo. Edhe janë e loki, mos ja 4-5 vitesh, nuk i jep ma as kafen, as gotë në rakisë. Edhe i thot, se mi kene lopë, të thot. U bonë sa ditë, po i thot, me thonë drejten, kom fillu i kanak, thot, më falni, kom fillu katin e dytë, thot, edhe, vallaj, s'pëndalin lek ma. Pse me lek dhe mi e badanokën të i thot, pra ju kishim bot veta, thot, përzi haramin me haramin, këj gjasë të bëj mirë me këta, për nuk bë mirë kështu. Ama me ato tjeret, me halal, mos ndaj
se vëllai ke përqeni i pari, ke dera e xhenetit, edhe ke quhet dera e gjymertave, e atyre që bëjnë mirë. Pra, mos e mbyll me Ramazanin. Po se ti je gjallë, lëviz, e inshallah ti jesh me dashurit e Zotit në xhenetet e larta. Allahu na fal edhe na mëshiroft gjithë.